E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit. Do të flasim tani pak për Big Brother VIP Kosova 4. Big Brother VIP është në qendër të vëmendjes. Bia Khalifa, një banore e cila vjen nga Rumania. Rumania në fakt është e njohur për këto fenomenet, për këto magjirat që banorët dyshojnë brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe Bia Khalifa ka bërë disa lëvizje me atletet e banorëve duke i mbushur me një lloj uji, nuk e di unë çfarë ishte, të njërit prej banorëve, me sinjale brenda në dollapet ku i mbajnë ato rrobat dhe pikërisht kulminacioni i dyshimit që Bia bën magji ishte natën e mbrëmshme teksa kishte marrë një kukull dhe me gjilpër, që nuk e di ku e kishte gjetur atë gjilpërën, realisht dua të marr konfirmim nga produksioni në qoftë se ka gjilpëra në shtëpi, banorët skantelin për të varë rrobat për të tharë jo me gjilpërat, domethënë me një gjilpër ajo po shponte kukullën la bubu, që të shposh kukullën la bubu, në kupton që domethënë po bënte diçka me emrin e Albës. Megjithatë që shqetësimi është bërë shumë i madh jashtë, të gjithë dyshojnë që Bia mund të bën magji, domethënë në historikun e romuneve. Magjit janë të njohura, magjit e zeza dhe dyshimet janë shumë të mëdha sepse Bia mund të bëjë një diçka që mund ta dëmtoj Albën. Tani alarmi për magji brenda shtëpisë është ngritur. Unë uroj me zemër që produksioni ta merr seriozisht këtë gjën, pasi që ne merremi me emisione, i kemi trajtuar në këndet e gazetarëve këto tema dhe kemi arritur të kuptojmë që magjit janë të gjithanshme dhe mund të bëhen në mënyra të ndryshme dhe nëse flasim për historik të tillë, domethënë Rumania njihet për fenomene të magjisë dhe për këtë gjën do kisha dashur që produksioni ta merrte më seriozisht punën dhe të sqaronte se çfarë po bën Bia brenda shtëpisë ku me patjetër detektivun i quaj, detektivët e Big Brotherit kanë kapur momente kur Bia bën veprime të ndryshme që në fakt të çojnë të asocosh drejt magjisë së zezë. Një gjë shumë e frikshme, një gjë e paimagjinueshme, në fakt për ato që e kanë kaluar është një tmerr i vërtet. Dua të marr mendimin tuaj dhe njëkohësisht kërkoj nga ana e produksionit për të qenë transparent me publikun shqiptar në këtë rast, sepse bëhet fjalë për një vajzë romune, nuk duhet toleruar fenomene dhe ngjarje të këtilla në shtëpinë e Big Brother.